Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara i kanë hequr sanksionet që shpallët të padëshirueshëm në territorin amerikan. Lajmin ai e bëri publik nga Foltoria e Kuvendit, duke thënë se vendimi është komunikuar nga e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn. Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka kërkuar të presë zyrtarisht konfirmimin zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit përpara se të mbajë një qëndrim. Sali Berisha ka njoftuar se statusi i tij non grata në Shtetet e Bashkuara është hequr, duke e cilësuar këtë një zhvillim të rëndësishëm pas një betejë të gjatë politike dhe ligjore. Kreu i Partisë Demokratike e bëri publik lajmin gjatë fjalës së tij në Kuvend, ku deklaroi se vendimi ishte komunikuar nga e ngarkuara me punë e SBA-s në Tiranë, Nancy Van Horn. Sipas Berishës, heqja e sanksionit përfshin edhe familjarët e tij, të cilët ishin subjekt i të njëjtit vendim. U ktheva, përgjithëse këtu unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them unë u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kurrë non grata, kurrë. Ka patur një sankcion vizën, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet e Bashkuara. Çështja e shpadhjes non grata të Berishës ka qenë një nga temat më të debatueshme të viteve të fundit në politikën shqiptare. Me 19 maj 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ish kryeministri shqiptar dhe antar të familjes së tij nuk do të lejoheshin të udhtonin drejt Shteteve të Bashkuara. Në atë kohë, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken argumentoi se vendimi ishte marrë për shkak të përfshirjes së pretenduar të Berishës në korrupsion, domethënës përdorim të pushtetit për përfitime personale dhe cënim të proceseve demokratike. Berisha i ka kundërshtuar vazhdimisht këto akuza, duke i cilësuar të pabazuara politikisht. Ai nuk e njohu asnjëherë vendimin e Washingtonit dhe ndërmori hapa ligjor kundër ish sekretarit amerikan Antony Blinken në përpjekje për të sfiduar publikisht shpadhjen non grata. Në pritje të një konfirmimi zyrtar nga autoritetet amerikane, deklarata e Berishës pritet të rikthejë në qendër të debatit një prej çështjeve më të ndjeshme të politikës shqiptare në vitet e fundit. Qytetarët shqiptar janë mbledhur për të 12 ditë radhazi në një protestë masive në kryeqytet, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama. Tubimi nisi në sheshin Skënderbej dhe vijoi drejt kryeministrisë, ku për disa orë u artikuluan mesazhe të forta politike dhe sociale. Protestuesit paralajmëruan vijimin e lëvizjes edhe në ditët në vijim, duke cilësuar protestën si një reagim të pandalshëm qytetar. Tirana është zgjuar sërish në ritmet e protestës së përditshme, e cila ka hyrë në ditën e 12 të radhazi, duke sjellë në rrugët e kryeqytetit një numër të madh qytetarësh që kërkojnë ndryshim politik dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Me pankarta në duar, thirrjet vazhdueshme dhe slogane politike, protestuesit kanë shprehur pakënaqësi të thellë ndaj mënyrës së qeverisjes, duke cilësuar situatën aktuale si të papranueshme dhe duke rënditur një sër kërkesas që sipas tyre lidhen me transparencën, drejtësinë dhe mirëqeverisjen. Tubimi ka nisur në sheshin Skënderbej, ku qytetarët janë grumbulluar në mënyrë të organizuar përpara se të niseshin drejt kryeministrisë. Aty për disa orë, protesta ka marrë formën e një qëndrimi të fortë qytetar, me thirrje të përsëritura dhe mesazhe të drejtë drejta ndaj qeverisë. Më pas, turma e protestuesve ka vijuar marshimin në disa prej rrugët kryesore të Tiranës, duke mbajtur gjallë tensionin e protestës deri në orët e vona të natës, mes thirrjeve për bashkim dhe rezistencë qytetare. Organizatorët kanë theksuar se kjo lëvizje nuk do të ndalet, duke i bërë thirrje qytetarëve që të vijojnë pjesëmarrjen edhe në ditët në vijim. Ata kanë paralajmëruar se protesta do të vijojë pa ndërprerje, ndërsa tubimi i radhës pritet të zhvillohet nesër si pjesë e asaj që e cilësojnë një valë të pandalshme reagimi qytetar. Seanca plenare e kësaj të njëjtë është shoqëruar me tensione dhe akuzat të ndërsjellta mes mazhorancës dhe opozitës, në qendër të së cilave ishte projekti i investimit në zonën e Zvërnecit. Demokratët kërkuan mocion me debat me kryeministrin, ndërsa socialistët mbrojtën projektin, duke theksuar rëndësinë e investimeve dhe respektimin e standardeve ligjore.
Protesta e qytetarëve për projektin në Zvërnec u pasqyrua edhe në sallën e kuvendit duke e kthyer seancën plenare në një debat të ashpër politik mes opozitës dhe majorancës. Përfaqësuesit e opozitës kërkuan urgjentisht zhvillimin e një mocioni me debat me kryeministrin Edi Rama, duke e lidhur çështjen, siç u shprehen, me shkelje të mundshme ligjore dhe kushtetuese në projektin e investimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në kuvent se kërkesat e protestuesve janë legjitime dhe paralajmëroi pasoja politike nëse ato nuk merren në konsiderat. Ai kërkoi që qeveria të përballet me debat parlamentar për çështjen. Të merr me plotësim në kërkesave të tyre. Kërkoj urgjentisht debat, mocion me debat me kreun tuaj. Kërkoj urgjentisht që parlamenti të ketë në agjendë të vetmën çështje kërkesat që janë absolutisht legjitime, mbasi të gjitha ligjet që keni ndryshuar janë antikushtetuese. Në kundërpërgjigje, përfaqësuesit e majorancës mbrojtën projektin dhe kërkuan qartësi nga opozita mbi qëndrimin e saj mbi investimin strategjik në zonën e Zvërnecit. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla akuzoi opozitën për ndryshim qëndrimesh dhe theksoi se investimi nuk duhet të bllokohet, duke argumentuar se vendi nuk mund të humbas projekte të mëdha ekonomike. Ju jeni pro investimit apo kundër investimit? Ne jemi pro investimit. Investimi do të bëhet. Shqipëria nuk e ka luksin të humbi 4 miliard. Nga ana e tij, ministri i mjedisit sqaroi se projektet e kësaj natyre duhet të vlerësohen mbi bazën e ndikimit konkret mjedisor dhe jo të ndalohen automatikisht, duke theksuar rëndësinë e procedurave ligjore dhe standardeve europiane. Edhe deputetja e opozitës Jorita Tabaku shpreh se zhvillimi ekonomik duhet të shkojë paralel me respektimin e ligjit dhe standardeve të Bashkimit Evropian, duke kërkuar transparencë më të madhe për projektin. Për 4 vite më radhë bashkë me kolegët e Partisë Demokratike kemi dërguar mbi 14 shkresa në Komision Evropian, në Parlament Evropian, për ligjin e zonave të mbrojtura, për ligjin e investimeve strategjike, për ligje të tjera, duke vazhduar me atë të koncesionit porteve, për të treguar që e ardhmja e Shqipërisë është në udhkryq, që vendimet e qeverisë po e pengojnë Shqipërinë të ecë përpara në procesin e integrimit. E kemi paralajmëruar këtë situatë. Debati u përshkallëzua më tej me deklarata të forta nga të dyja palët, ku socialistët paralajmëruan rrëzimin e nismave të opozitës në kuvent, ndërsa demokratët këmbgulën në nevojën për ndërhyrje urgjente. Shkoni edhe në protestë po deshët, vidheni edhe protestën po deshët. Sa i përket 4 ligjeve që keni sjell, ne jemi kundra. Jemi kundra të 4 projekt ligjeve që keni sjell, do t'i rrëzojmë ato, sepse jemi votuar për ta zhvilluar Shqipërinë. Seanca nuk u mungoi as në momentin tensioni dhe batuta ku thirrjet e opozitës për dorëheqjen e kryeministrit u shoqëruan dhe me reagime ironike nga deputetët të majorancës, duke e bërë debatin më të ndezur se zakonisht. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka rikthyer në vëmendje qëndrimin e tij të vitit të 2021 lidhur me shpatjen non grata të Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara. Përmes një reagimi publik, Meta deklaroi se vijon të mbështesë të njëjtin qëndrim, duke pretenduar se vendimi ishte rezultat i një lobimi të orkestruar nga qeveria e Edi Ramës. Ai e lidhi këtë çështje me aferën McGonigal, të cilën e konsideron pjesë të përpjekjeve për goditjen e opozitës në Shqipëri. Ilir Meta ka risjell në vëmendje deklaratën e tij të 5 viteve më parë për çështjen e shpalljes non grata të Sali Berishës nga Departamenti Amerikan i Shtetit, duke theksuar se nuk ka ndryshuar asnjë qëndrim lidhur me këtë çështje. Në reagimin e tij, Meta u shpreh se vazhdon të besojë se vendimi ndaj Berishës ishte pjesë e një skenari që sipas tij synon dobësimin e pluralizmit politik në vend dhe cënimin e marrëdhënieve tradicionale mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, duke u referuar çështjes së ish-zyrtarit të FBI-s Charles McGonigal. Meta deklaroi se afera McGonigal ndihmon në shpjegimin e saj që ai e konsideron një ndërhyrje të palishme për të dëmtuar opozitën shqiptare. Në deklaratën e tij, kreu i Partisë së Lirisë akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka përdorur lobime dhe ndikime politike për të goditur kundërshtarët politik, ndërsa pretendoi se zyrtarë të korruptuar janë shfrytzuar për realizimin e këtyre objektivave. Meta rikujtoi gjithashtu reagimin e tij të 22 maj 2021 ku ushtronte detyrën e presidentit të Republikës. Në atë kohë, ai e kishte cilësuar vendimin
vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit ndaj Sali Berishës si një veprim të nxitur nga interesa politike dhe lobime që sipas tij vepronin kundër interesave shqiptare. Po ashtu, ai kishte shprehur solidaritet me Berishën duke konsideruar vendimin një akt të padrejtë dhe të motivuar politikisht. Deklaratat e Metës vijnë në një kohë kur debati mbi çështjen non grata dhe pasojat politike të saj vijojnë të mbeten pjesë e diskutimit publik dhe politik në vend. Policia e Tiranës po vijon kërkimet intensive për gjetjen e 34 vjeçarit England Koçi, i zhdukur prej datës 4 qershor. Operacionet janë përqendruar në zonën e Pollumbasit dhe Qafmollës, ku dyshohet se mund të jetë fshehur autori i shpadhur në kërkim Armand Shakaj. Policia e Tiranës ka intensifikuar operacionet për gjetjen e England Koçit, ndërsa hetimet po përqendrohen gjithnjë e më shumë në zonat malore përreth kryeqytetit. Burimet nga grupi hetimor bën me dije se kontrollet po zhvillohen kryesisht në Pollumbas dhe Qafmoll, zona që sipas të dhënave hetimore frekuentoheshin shpesh nga Armand Shakaj, 41 vjeçari i shpadhur në kërkim si autori dyshuar i rrëmbimit dhe vrasjes së 34 vjeçarit. Hetuesit kanë marrë në konsideratë edhe dëshminë e banorëve të Pollumbasit, të cilët kanë deklaruar se kanë parë automjetin e Shakajt në këtë zonë ditët e fundit. Kjo ka shtyrë policinë të zgjerojë kontrollet në terren dhe të verifikojë çdo informacion që mund të çojë në gjetjen e tij. Të dhënat e sistemit TIMS tregojnë se Shakaj nuk ka dalë jashtë territorit shqiptar, çka forcon dyshimet se ai vazhdon të fshihet brenda vendit. Një tjetër element që po ndiqet nga policia lidhet me gjetjen shëndetësore të 41 vjeçarit. Burimet pranë hetimit bëjnë të ditur se ai vuan nga një problem shëndetësor dhe për këtë arsye autoritetet kanë kërkuar bashkëpunimin e të gjitha spitaleve publike dhe private në vend. Institucionet shëndetësore janë vënë në gatishmëri për të njoftuar menjëherë policinë nëse Shakaj paraqitet për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë në kuadër të hetimeve është arrestuar dhe Enea Zyferi, kamarieri i Armand Shakajt, ndaj të cilit gjykata caktoi masën e sigurisë arrest me burg. Gjatë dëshmisë së tij, 25 vjeçari ka mohuar çdo përfshirje në ngjarje, por ka pranuar se ditën e ngjarjes Shakaj kishte kërkuar të fikte dritat e lokalit me arsyetimin se do zbriste një frigorifer. England Koçi rezulton i zhdukur që prej 4 qershorit kamerat e sigurisë kanë fiksuar për herë të fundit duke hyrë në ambientet e lokalit të Armand Shakajt, ku më pas dyshohet se është mbajtur peng për disa orë në katin e dytë të godinës. Hetuesit kanë konstatuar se kamerat e sigurisë në korridorin e katit të dytë ishin shqyer. Në të janë gjetur gjurmë gishtash dhe shenja gjakut, çka sipas dyshimeve tregon një përpjekje për të shmangur regjistrimin e pamjeve filmike. Nga ai ambient, policia dyshon se trupi i 34 vjeçarit është transportuar me automjet. Në makinën e sekuestruar janë gjetur dhe gjurmë biologjike, të cilat po analizohen në kuadër të hetimit që synon të zbar plotësisht fatin e England Koçit dhe të çojë përpara drejtësisë autorët e dyshuar. Dëshmia e Aleksandër Kolës është një provë e rëndësishme për hetimet ndaj Violant Braçellarit, autori i vrasjes së efektive të forcave shqiponja Enea Mekolli dhe plagosjes së kolegut të tij Edison Adri, sipas burimeve hetimore. Ai ka deklaruar se gjatë kohës që ka punuar në stan, Braçellari mbante vazhdimisht armë zjarre dhe reagonte menjëherë ndaj çdo sinjali për lëvizje të dyshimta në zonë. Aleksandër Kola, çobani i stanit ku fshihej Violant Braçellari, autori i vrasjes së efektive të forcave shqiponja Enea Mekolli dhe plagosjes së kolegut të tij Edison Adri, ka dhënë dëshminë e tij. Para hetuesve, Kola ka thënë se Braçellari merrte gjithmonë telefonata që e paralajmëronin atë për lëvizjet e dyshimta në zonë. Ai tregon se kishte nisur punë në botë tek stani i Braçellarit në mesin e muajit maj të vitit 2026, pasi ishte ofruar një pagë mujore prej rreth 1200 eurosh për të bërë punën e çobanit. Kam nisur punë në mesin e muajit maj të vitit 2026 në stanin e Violant Braçellarit në zonën e Bodës, pasi më ishte ofruar një pagesë rreth 1200 euro për muaj për punë çobani, ka deklaruar Aleksandër Kola. Sipas tij, që në ditët e para i ka vënë re një sjellje të pazakontë të punëdhënësit të tij. Braçellari mbante vazhdimisht me vete armë zjarre, një automatik Kalashnikov dhe një armë gjaut çifte. Nuk i dante pothuajse asnjëherë. Ai ka shtuar se i dyshuari ishte i kujdesshëm ndaj çdo lëvizjeje në zonë dhe shpesh largoi me nxitim drejt malit sapo merrte telefonata. Sa herë i vinin telefonata, dilte më një herë dhe shikonte terrenin. Kishte frikë ose dyshim për persona të tjerë që mund të afroheshin. Në një episod të përshkruar në dëshmi, Kola tregon se disa ditë më para ngjarjes, Braçellari ishte larguar me armë pas një telefonate paralajmëruese. Më tha se po ngjiteshin disa makina me xhama të zi drejt stanit. Në atë moment mori kavazhin që e mbante pranë derës së stallës dhe u largua
largua me vrap në drejtim të malit. Sipas kolës, braçëdari përdorte edhe një telefon të dytë, të cilin e mbante pa numër, komunikonte përmes internetit dhe nuk e përdorte si telefon normal. Ai ka shtuar gjithashtu se gjatë kohës që ka qëndruar në stan, aty shfaqej kryesisht vetëm i vëllai i braçëllarit, ndërsa persona të tjerë nuk kanë qenë të shpeshtë. I pyetur nga hetuesit për lidhje të mundshme të braçëllarit me persona të tjerë, Kula ka deklaruar se në një rast gjatë bisedave për të kaluar në tij në Greqi, ka përmendur se kishte një kushëri djalteze që punonte në strukturat e krimeve në Korçë. Violant braçëllari është dënuar më parë me 10 vite burg për trafik narkotikësh dhe prej vitesh rezulton në kërkim nga autoritetet. Në kuadër të hetimeve, dëshmia e Kolës po verifikohet në lidhje me lëvizjet në zonë, komunikime telefonike dhe mundësinë e përfshirjes së personave të tjerë në aktivitetin e dyshuar. Policia e Elbasanit ka sekuestruar rreth 1 kilogram heroin të fshehur në një furgon gjatë një kontrolli në aksin Bulqiz-Librazh. Në pranga kanë rënë 2 persona, një shtetas nga Maqedonia e Veriut dhe një tjetër nga Durrësi, një të dyshuar si pjesë një rrjeti të trafikut të drogës. Një operacion antidrogë i zhvilluar nga policia e Elbasanit ka çuar në zbulimin e një sasie prej rreth 1 kilogrami heroin të fshehur në një automjet tip furgoni. Mjeti është ndalur për kontroll në aksin rrugor Bulqiz-Librazh, ku efektivët kanë konstatuar një çantë të dyshuar brenda gomës së furgonit, me të cilën ndodhej lënda narkotike e ndarë për transport. Gjatë kontrollit janë gjetur gjithashtu shuma parash në lek, euro dhe dinar, të cilët dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti kriminal. Pranga ka rënë 32 vjeçari nga Struga, i dyshuar si person që kishte siguruar heroin dhe e kishte futur në territorin shqiptar përmes kufirit të gjelbër. Bashkë me të është arrestuar dhe 45 vjeçari nga Durrësi, i cili dyshohet se do të merrte drogë me qëllim shpërndarjen e saj në tregun vendas. Sipas policisë, të 2 personat akuzohen për trafikim të lëndëve narkotik, kryer në bashkëpunim. Gjatë operacionit janë sekuestruar si prova materiale, sasia e heroinës, automjeti tip Fiat i përdorur për transport, 2 celularë si dhe parat me vlera të ndryshme. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikimit kanë kaluar në kompetencën e prokurorisë së Elbasanit, e cila po vijon punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet të dyshuar kriminal. Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur në Balltren të vjetër të Lezhës, ku gjatë orëve të para të 10 qershorit u vendos një sasi lëndë plasëse në një sipërfaqe toke. Për këtë rast është arrestuar një 55 vjeçar nga Tirana, ndërsa bashkëpunëtori i tij është shpadhur në kërkim. Hetimet ndërkohë vijojnë. Policia e Lezhës ka identifikuar autorët e dyshuar të vendosjes së një lëndë plasëse në fshatin Balltren i vjetër, ngjarje e regjistruar në orët e para të mëngjesit të 10 qershorit. Sipas hetimeve paraprake, lënda plasëse ishte vendosur në një sipërfaqe toke, ndërsa fatmirësisht nga shpërthimi nuk janë shënuar dëme në njerëz apo pasuri. Në kuadër të operacionit policor është vënë pranga 55 vjeçari Astrit Avdiaj, banues në Tiranë, i dyshuar si një nga personat e përfshirë në këtë ngjarje. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij, dyshuar 35 vjeçari Ermal Zalla nga Kruja, është padhur në kërkim nga strukturat e policisë dhe po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e tij. Sipas të dhënave hetimore, Zalla nuk është një emër i panjohur nga autoritetet. Ai rezulton të jetë arrestuar edhe më herët, pasi ishte kapur në posedim të një pistolete me silenciator dhe një telefon celular, i cili dyshohej se do të përdorej për aktivizimin e shpërthimeve në distancë. Pavarësisht identifikimit të autorëve të dyshuar, motivet që çuan në vendosjen e lëndës plasëse mbeten ende të paqarta. Për këtë arsye, hetuesit po vijojnë verifikimin dhe mbledhjen e provave për të dokumentuar plotësisht rrethanat dhe qëllimin e ngjarjes. Materialet procedurale janë referuar policisë së Lezhës, e cila po ndjek hetimet për zbardhjen e plotë të rastit dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore të personave të përfshirë. Një operacion i policisë së Tiranës ka zbuluar një qendër të dyshuar mashtrimi që vepronte në të petkun e marketingut online, por që synonte qytetarët të huaj me oferta të rreme investime. 4 persona janë arrestuar si organizator të aktivitetit, ndërsa 10 të tjerë po hetohen për përfshirje në skem. Një qendër telefonike e kamufluar si biznes marketingu online ka rënë në shënjesër të autoriteteve pasi dyshohet se është kthyer në bazë të një skeme mashtrimi financiar që synon shtetas të huaj. Gjatë ndërhyrjes së policisë në ambientet e një objekti në bulevardin Gjergj Fishta, u zbulua se pas aktivitetit të deklaruar për promovimin e produkteve të kafes, fshihej një rrjet i organizuar telefonash përmes të cilit qytetarët kanadez bindeshin të investonin paranë në platforma të rreme financiare. Sipas hetimeve, viktimat u premtoheshin fitime
të larta nga investime në tregun forex dhe instrumente të tjera financiare, por në realitet paratë e tyre përfundonin në një skemë mashtrimi të organizuar. Në ambientet e kontrolluara u sekuestrua 107 pajisje elektronike që dyshohet se përdoreshin për komunikim me personat e mashtruar dhe administrimin e aktivitetit. Si rezultat i operacionit, policia arrestoi 4 persona të dyshuar se kishin role drejtuese në organizimin e kësaj veprimtarie. Sipas hetuesve, ata koordinonin punën e operatorëve dhe menaxhonin funksionim të përditshëm të qendrës. Ndërkohë, 49 persona të tjerë janë proceduar penalisht pasi dyshohet se kanë qenë pjesë e aktivitetit palishëm në role të ndryshme. Autoritetet dyshojnë se personat e arrestuar nuk janë përfitues kryesor të skemës. Për këtë arsye, hetimet janë zgjeruar për të identifikuar organizatorët kryesor dhe personat që kanë përfituar financiarisht nga aktiviteti i dyshuar kriminal. Policia po bashkëpunon edhe me partner ndërkombëtar për të dokumentuar dëmet e shkaktuara dhe për të identifikuar të gjitha viktimat që mund të jenë mashtruar përmes kësaj skeme ndërkombëtare investimesh fiktive. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.